Se di veç nashta që tash janë të mbesu, unë jam e lumtur me ta, edhe jam krenare me ta, që kanë kriju, familje kanë kriju, janë mirë e krejt, po dëshira jame është se do shta vjen ajo ditë që menojnë për mua që nuk jam largu prej tyve, nuk i kom lanë vetë, kom mendu për ta, nashta edhe nejherë, nashta i kom idhnu se i kom lëndu diçka, po gjithmonë me qëllim të mirë, besoj. me qëllim të mirë, edhe se jam konë edhe une që thojnë e lëndune, kom vujt, jam rrit pa familje, pa kërkonin. Për momentet që tash që thojnë jam e lumtur me ta, janë mirë, kanë kriju familje, krejt. Po prap se prap apet. Çfarë të mundon? Mua mundon shumë se kisha mujt me kthy atë kohë. Mos ta kisha patunin që si jetë, kush e s'kisha desht. Çfarë kishte ndryshu të veçja nëse kishte qenë mundësia me kthy kohën mbrapa? Kisha ndryshu që thojnë nuk i kisha ngu qëta prind që kisha vazhdu jetën, shkollën, që thojnë, i shkon krejt, nuk po mujen s'me me... E kuptoj. Suzana, kanë kaluar shumë vite, biseduam për fëmirin tuaj, për martesën, për divorcin, për fëmijët, po krejt këto vite kanë kalu pas krejt këtyre viteve, keni takuar nënën tuaj biologjike pas 45 viteve. Si e takuat nënën tuaj? Ishte kërkesa e saj edhe gjatë këtyre viteve ti vesh në moshë shumë të hershme e ke kuptu që nuk jam prind të tu biologjik. Ke kërku ndonjëherë që mi taku tamën? Po, dëshira jam më konë kja, po. Edhe cëda ka qenë përgjegja jote? Une, prej se kom ditë që nuk jam këta prindëmi biologjik, une kom luftue, po nuk i disha dhe kanë me lypta, kun që thojnë kur s'din pekajt e ki prej ardhjen, ose kun kanë marrë, që të jo kom problemin e kom luftu me vite, jo më nu prej kësaj familjes me marrë informata. Po ju ke bo pyetje prindve që kanë rritë, po, çfarë përgjigje ke marrë? Jo prej tymve jo, veç prej familjes, po s'm kanë dhonë. Po pasi që shkove në Gjermani, ti tani vetëm se u pjekë një farë forme, ishe nën vetë, kishe dëshirë vullnet prap mi gjetë prind biologjik? Po. Edhe nuk kishte asnjë mundësi për mi? Jo. I kom pyet krejt. Po si ishte momenti pastaj pas 45 viteve që të kërkoj nëna juaj dhe e takuat për hir të parë? Ajo më ka taku mua vetë, se ajo e ka ditë ku jam rritë. Ajo të më ka taku, më ka lyp, ka marrë informata ku jam, i ka ndonë informata si jam unë jashtë në Gjermani, e ka ditë e cila familje vijon në Kosovë. Ku jeni takuar edhe na përshkruni atë ditë, kanë tregu, me kënd do të takosh apo jo? Jo, s'm kanë tregu, se unë jam marrë prej Gjermanisë, qatë ditë kur jam marrë unë prej Gjermanisë, të qaj familja aty ku jem konë, veç më kanë tregu se po vjen, ka me ardhë dikush, po nuk e di se të kanë lyp, po për çfarë arsye të kanë lyp nuk e dim. Thana, kjo ka ardhë me djalin e vetë ka ardhë,
edhe jënë hinë mrena, unë isha me 2 vajzat e mia që ditë që më rrita prej Gjermanisë, ajo e erdha aty, po ajo nuk më i kes me folë të kajt. Po ti, të shkoj ke mendja që mund të jetë Po, nana unë e jote? kom pat një farmenimi edhe dyqysh si ma njekë mua si diçka ka me ndodhë sot, po tana unë e prita një gjysore, ma nuk mujta dhe o qova, thash a banë, thash brahall, thash me më tregu, pse jetë o kajtë edhe Pse ke ardhë? pse ke ardhë edhe ti as nuk po munesh me fol, as... Po me njëherë nuk ma kthej përgjigjen. Ish me djalin e saj, tana unë e veta djalin, thash ti djallë, thash a bën me më tregu, thash qka u ka bo qëtu. Qëtu thash diçka nuk është në rregull, po e du thash një përgjigje për juve. Tha po, tha ullë, tha qëtu, tha tash tha nona, tha ta jep tha përgjigje. Edhe ullë, tana e nisi, tha po qysh më i bi, tha unë, tha mas me kajt, e mu tha ma mirë, tha zote, tha të ma kish marrë, tha shpirti, se që e kom prita që ditë. O, zot, tash. Okej, unë tana që aty e dita edhe si që kjo është nona. Ka e përqafove? Jo, Pse? jo se s'ko mujt. E para kërkoj një përgjigje, po përgjigje. ne jemi e pyetja jemi a kon. Çfarë pyetje i ke bërë? Krejt aty jon kon të që thojnë qaj e para pyetja kon jemi pse? Pse m'ke lon? Edhe pse mas disa vite ke ardhë, do me thonë që tashti, e ke gjetë rrugën edhe vendin ku jam, e që so vite nuk ke lyp, pse? Edhe a je lëndune. A të ka dënu Zoti dikon ku të ka dhimbë ma shumë ti. Okej që aty e pranoj gabimin që e kom folë qëtë fjallë, se nuk e kom ditë, ajo shkon e lëndune shumë, i ka vdek vajza 24 vite, vjetë, ka bon ndeshje, nuk e kom ditë, që të e kom vështirë për mu, po të na nuk u mujtën aty mo me nejtë, me qëtë familjen që aty e kom marrë, në kjerë, edhe jemi shku ku jemi o konë qetë, edhe kom nejtë që aty me ta një 4 ora 5. Kapet, ja kom qëtë pyetje, pse? Çfarë të përgjigj? Jo. S'ka e përgjigj. Besojnë, jo. Jo. S'ka... Nuk... As qa dit, as tjera dit, as... S'kom bënë përgjigje, besojnë, as ma ka këthi përgjigjen. Pse? Ose... Në i fjallë, dyqysh me thonë, okej, nuk muj sot me ta këthi përgjigjen, ose një fjallë të mirë, se bëllën unë jam konë e lëndune, që thojnë, po ju, s'kom po të përgjigje besojnë, mas 3 vite.